Mirë se vini. Sot do të bëjmë diçka pak më ndryshe. Do të zhytemi thellë në një analizë materiali që, sinqerisht, flet drejt për zemrën dhe për trashëgiminë që po lëm pas. Si mbrojtës të flakët të mjedisit, ne shpesh e gjejmë veten duke pyetur, po mirë, çfarë do t'i lëm asaj gjenerate që vjen pas nesh? E po, ky shpjegues na tregon se përgjigjja për një të ardhme më të mirë mund të jetë shumë më e thjeshtë nga sa mendohet. Le të shohim këtë titull: Mbill një pemë, ndrysho të ardhmen. Pra, nuk jemi këtu sot për të mbajtur leksione botanike. Jemi këtu për të folur për thelbin e mbijetesës. Çdo pemë që shtohet në tokë, le ta mendojmë pak, nuk është thjesht një bim, është një deklaratë e pastër shprehëse. Është ai premtimi që bëjmë sot që fëmijët e së nesërmes të kenë ajër për të thithur dhe hije për të pushuar. Pra, le të fillojmë këtë udhëtim të mrekullueshëm. Dhe kjo na çon menjëherë te kjo thënie e jashtëzakonshme. Njerëzit që mbjellin pemë sot krijojnë jetë për njerëzit që do të jetojnë nesër. Tingëllon thellë apo jo? Ky nuk është nga ato citatet e bukura që thjesht i lexojmë kalimthi, është një fakt i mirëfillt biologjik. Kur një far hidhet në tokë, ne dim mirë, nuk e presim frutin të nesërmen mëngjes. Do kohë, pema duhet rritet, të lëshojë rrënjë të forta dhe të hap degët e saj. Dhe personi që e mbjell, gjasat janë që ndoshta nuk do ta shijojë kur atë hije në madhështinë e saj të plot. Por a nuk e bën kjo aktin akoma më fisnik? Këto materiale burimore theksojnë diçka thelbësore. Drurët janë mekanizmat natyror se si ne i themi së nesërmes, ne u kujdesëm për ty. Tani, le të jemi pak më vizual dhe të thellohemi te ky krahasimi drejt për drejt që flet vërtet vet. Nga një anë kemi një pamje mjaft alarmante. Një botë pa pemë. Është një planet i ndotur, fjalë për fjalë një tokë që po zjen nga nxehtësia. Pa këto struktura natyrore jetëdhënëse, mjedisi kthehet në një hapësirë toksike, e mbytur nga smogu dhe pluhuri. E trisht, por, dhe të shohim anën tjetër, bota me pemë, një botë plot jetë, me ajër të pastër dhe një klimë të stabilizuar e të mbrojtur. Është absolutisht e jashtëzakonshme se si një element i vetëm mund të ndajë një planet të pajetueshëm nga një vend ku mund të marrim frymë lirisht. Kjo përballje na përplas në fytyrë nevojën urgjente që kemi për natyrën. Të zgjedhim këtë realitet të gjelbër, në thelb, do të thotë të zgjedhim jetën. Kështu që le të kalojmë nga ky koncept paksa emocional drejt te shkenca e pastër, pastrimi i ajrit dhe klimës. Pemët nuk janë thjesht ca dekorime të bukura në peizazh, absolutisht jo. Ato janë mushkritë pa lodhura të planetit ton. Materiali që po analizojmë thekson se ato punojnë pa pushim, ditë e natë, si rregulator gjigant të temperaturës dhe si fabrika natyrale filtrimi. Është vërtet mbresllënëse kur mendojmë se si natyra ka dizajnuar një sistem kaq perfekt dhe të pavarur për të ruajtur ekuilibrin klimatik dhe për të na mbrojtur nga rrezatimi. Por, pyetja që lind natyrshëm është, si funksionon saktësisht kjo inxhinierie e mahnitshme biologjike? E po, le ta zbërthejmë pak këtë mekanizëm, i cili realizohet në 3 hapa thelbësor. Hapi i parë, ato thithin dioksidin e karbonit. Pra, pema merr pikërisht atë gaz të dëmshëm serë që po na ngroh planetin dhe e fshin nga atmosfera. Hapi i dytë, pasi e ka përpunuar, ne e kthen mbrapsht si oksigjen të pastër dhe të freskët, thelbi i jetës për çdo qenie. Dhe hapi i tretë, ky anashkalohet shpesh por është jetik. Ulja e temperaturave dhe mbrojtja e tokës. Le të analizojmë këtë fakt befasues. Efekti ftohës i vetëm një pemë të re dhe të shëndetshme ekuivalentohet me 10 kondicionerë shtëpie që punojnë 20 orë në ditë. Përmes kësaj ftoje natyrore krijohet një mburoj fantastike dhe e plot kundër ndryshimeve klimatike. Dhe kjo thekson në mënyrë të përsosur atë që mund ta quajmë fuqia e numrit 1. Ne shpesh paralizohemi nga madhësia e problemit të klimës. Mendojmë, duhet një ushtrim masive për të bërë diçka. Por bulimi ynë është kristali qartë, një pemë e vetme. Po, vetëm një, ka rëndësi kolosale. Vetëm një pemë mund të thith rreth 22 kg dioksid karboni në një vit të vetëm. Le të imagjinojmë pak ndikimin e saj të grumbulluar në një dekadë. Nuk kërkohet të kemi mjetet për të mbjellë një pyll të tërë brenda ditës. Çdo përpjekje fillon me numrin 1. Dhe sinqerisht, ky është ndoshta fakti më fuqizues i të gjithë këtij shpjeguesi. Tani, le të zhvendosemi te një aspekt tjetër, po aq thelbësor: biodiversiteti në hapësirat urbane. Le të përfitojmë për një sekond një qytet tipik prej betoni. Gri, i zhurmshëm, i ashpër. Tani, le ta imagjinojmë sikur aty të injektohet pak jetë e gjelbër. Rikthimi i pemëve në qendrat tona urbane nuk është thjesht një çështje estetike, është rikthimi i një pulsi të vërtet jetësor. Pemët i transformojnë këto zona, duke bërë që lagjet tona mos të ndihen si kurthe asfalti, por si vende të jetueshme ku mund të marrin frymë thellë. Dhe ky ndryshim total nga grija industriale tek e gjelbra e natyrës nis një zinxhir reaksionesh vërtet të pabesueshme.
Siç theksohet në material, gjelbërimi urban krijon ekosisteme të mirëfillta. Së pari, u jep shtëpi zogjve dhe tërheq insektet e dobishme, duke mbrojtur biodiversitetin e rrezikuar fiks në mes të qytetit. Këto zona bëhen si shenjtërore për faunën. Por, ndikimi te ne është po ashtu i pamatshëm. Këto hapësira përmirësojnë shëndetin mendor dhe ulin ndjeshëm stresin. Psikologjia e ka konfirmuar me kohë. Të ecim mes pemëve, të dëgjojmë zhurmën e gjetheve, është një shkëputje shëruese nga kaosi i qytetit. Ambientet e gjelbra fjalë për fjalë prodhojnë njerëz më të lumtur dhe të qetë. Pra, shëndeti i natyrës dhe mirëqenia njerëzore janë të lidhura dhe nuk mund t'i ndajmë dot. Megjithatë, pavarësisht të gjitha këtyre përfitimeve fantastike, kemi një armik të padukshëm mes nesh, apatin. Prandaj kjo pjesë e shpjeguesit ton quhet thyerja e miteve. Është thelbësore të pranojmë se sado vullnet të mirë të ketë rreth rrotull, ka ende disa mendësi që frenojnë veprimin qytetar. Dëgjojmë pafund justifikime që i bëjnë njerëzit të qëndrojnë duar kryq. Po, ka ardhur momenti t'i thërmojmë këto mite të zakonshme në mënyrë sistematike. Nuk mund ta lejojmë më reatinën e reme të na privojë nga mbrojtja e së ardhmes. Le t'i analizojmë me radhë këto pengesa logjike. Është shumë interesante mënyra se si përballen këto argumente. Për shembull, përballë mitit si një pemë nuk bën diferencë, qëndron realiteti shkencor. Asnjë pyll nuk u bë pa pemën e parë. Nëse presim gjithmonë që dikush tjetër do ta bëjë, asgjë nuk ndodh kurrë. Ndryshimi kërkon patjetër përgjegjësi personale. Dhe ai justifikimi klasik i mungesës së hapësirës, realiteti tregon se mund të mbjellim pemë në shkolla, në parke dhe ambiente të panumërta publike. Materiali ynë burimor bën një deklaratë super të fortë këtu duke thënë se patriotizmi nuk është vetëm fjalë. Patriotizmi është të kujdesesh për tokën. Dhe me të vërtetë, nuk ka akt më të madh dashurie për vendin se sa të mbrojmë tokën fizike ku jetojmë. Të shohim përtej këtyre justifikimeve është hapi i parë për të pasur sukses. Dhe fiks kjo na sjell te ky mesazh plot dritë. Shpresa fillon me një pemë. E dini nuk kemi pse të ndryshojmë gjithë botën brenda një nate të vetme. Dhe ky është një lehtësim i madh. Nuk pritet nga një njeri vetëm të zgjidhë krizën klimatike botërore, por ajo që pritet është një veprim i arritshëm. Shpresa nuk është një koncept pasiv, ajo është diçka që mbillet, kultivohet dhe lëshon rrënjë të forta. Kjo është ideja thelbësore, një hap i vogël sot është themeli i fortë i së nesërmes. Gjithçka fillon me një veprim të vetëm, krejtësisht të mundshëm dhe të prekshëm. Pra, si ta kthejmë këtë shpresë në realitet? Hapat janë tepër konkret. Si mund të fillohet? Ne mund të mbjellim një pemë në lagje, duke bërë bashkë komunitetin. Ose mund të marrim pjesë në aksione gjelbërimi si vullnetar. Gjithashtu, një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm, të kujdesemi për pemët që tashmë janë aty, por kanë nevojë për ujitje. Mbi të gjitha, duhet të frymëzojmë familjen dhe miqt për të krijuar këtë kulturë të re edukim ekologjik. Mbështetja për iniciativat lokale krijon një rrjet të fuqishëm veprimi. Nuk duhem fuqi mbi njerëzore, thjesht një angazhim i sinqert dhe pak vullnet në jetën tonë të përditshme. E gjitha kjo përmbledhet rreth një pyetje thellësisht provokuese. Çfarë trashëgimie do t'i lëmë së nesërmes? Kur pluhurit të unet dhe vitet të kalojnë, a do të kujtohemi si brezi që lejoi tokën të thahet dhe ajrin të ndotet? Apo do të jemi ne ai brezi që përvjelli mëngët, refuzoi apatin dhe mbolli farat e një të ardhme më të shëndetshme, më të pastër dhe më të mirë? Siç e pam gjatë gjithë kësaj analize, të mbjellësh një pemë do të thotë të pastrosh ajrin, të mbjellësh shpresë dhe përfundimisht të ndryshosh të ardhmen. Përgjegjësia mbetet e jona, dhe koha për të vepruar është pikërisht sot. Le ta mbjellim atë pemë dhe të mbrojmë jetën.